Shifrat e punësimit për vitin 2012 të prezantuara gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Punës kanë të provokuar debate të forta midis ministrit Spiro Ksera dhe kreut të konfederatave Kol Nikolla. Gjatë mbledhjes u prezantuan raportet e punës së bërë gjatë 2012-s nga Inspektorati Shtetëror i Punës, Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe Shërbimi Social Shtetëror. Në raportin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit flitet për rreth 16.000 punësime, ndërkohë që kjo shifër u kundërshtua nga kreu i Konfederatës, i cili akuzoi ministrinë se nuk kishte realizuar as 20% të kësaj shifre. Nikolla shkoi edhe më tej duke deklaruar se këto raporte ishin kopje të një viti më parë, gjë që ka sjellë reagimin e Kserës. Ai e akuzoi Nikollën se po përpiqej të fliste politikisht, ndërsa tha se në të vërtetë punësimi është rritur me 2500 persona. Po të mbledhim këto shifra, bëjmë 18.000 ose më saktë 17.900 sa të punësuar. Ndërsa sipas statit ne kemi një shifër këtë minimale e cila varvitet keni 1000 apo 1200 apo asnjëherë si ka kap 2000. Tani jo nuk po flas se Dirama, tani këtu janë të besuara. Po, janë të besuara. Ministria e Punës unë po flas se objektivat ka për të punësuar 59.000 persona. Ne kemi të kaluar. Ju e keni realizuar detyrën si ministri i Punës më pak se 20% atëre. Kur bëhet Dirama kryeminist apo kur bëhet Kol Nikolla kryeminist, besoj që vështirë do ta kesh me 20% me realizuar detyrën. Është mirë që sindikalizmi mos ngatrohet me politikë. Të garantoj që jo. Që ne të kemi arritur. Unë po punësia në Shqipëri varion nga 26 deri në 38%, sipas rajoneve. Tekstualisht të thotë edhe lideri i opozitës. Atë nuk e di se kush e thot, a një realitet që e shohin gjithë shqiptarët me sy. Duke ju referuar raportit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, shkallën më të madhe të punësimit e zën rajonet e Tiranës dhe Durrësit me 46%. Shërbimi Social Shtetëror raporton se gjatë vitit 2012 u trajtuan me ndihmë ekonomike 99.720 familje, po gjatë këtij viti kanë rezultuar se 872 familje përfitonin abuzivisht ndihmë ekonomike, duke i shkaktuar rreth 9.320.000 lekë të reja dëm shtetit.